Si nda. Ai është këshilltar si puna që ka votuar që rrugët do bëhen me pagesë për të zgjidhur problemin e trafikut. Nuk është bërë. Ka qenë 2023 që ne kemi votuar këtë gjë. Deri kur të vinë thot. Po kur do vinë? Ka një afat. Tani, ndër të tjera thuhet që të ardhurat që do t'i kalojmë Vlora Parking, që mos të rëndojmë buxhetin e bashkisë thot. Po këto të ardhurat që duhen Vlora Parking për të paguar punonjësit e saj? Për të paguar punonjësit. Po qëllimi jo nuk është për të mbajtur njerëz në punë, është për të zgjidhur problemet. Ata njerëz çka kanë bërë? Që në 2023 i kanë parë me metër duke matur rrugët. Çfarë është bërë deri tani? Që nga 2023 deri tani. Unë kam bërë të Po ura dakord nga ju, po është ju diskutua, ju bëni si doni. Kalojmë në votim pro. Jo, një sekondë, o kryetar, po çfarë është kjo? Po le ta mbaroj. Jo, do ta mbaroj. Po nuk e mora se s'ka mbaruar. Nuk ka mbaruar. Po çfarë të mbarosh? Këtu shkaos ne parkuam në centrale, erdhëm këtu ti thua, ta një sekond. Tani, 300.000 lekë thot në bulevard, 300.000 lekë dhe në Çole. Ka ndonjë ndryshim, duhet të ketë ndonjë ndryshim, një pikë. A do të ketë ndonjë tabelë unifikuese që të vërtetoj që me një barkod që e ka paguar këtë gjë, se pam. Vitet e shkuara ishte një që luante ato rrugët me të verdh, edhe i shkonin në çdo vend. Edhe nxori dhe një media disidente nxori që kush kishte paguar. Në të vërtetë ne shikoni pafund parkime që ishin uzurpuar. Këtë përgjigje dua, unë s'po të them, po të bëj gjë politike unë këtu. Po jo pra jo. Po më jep një përgjigje tani. Po s'ka funksionuar drejtoria. Po jo më jo. Po s'ka funksionuar drejtoria. Okej. Po s'ka funksionuar drejtoria për këtë tani. Mund të marr një përgjigje. Kanë marrë në drejtim drejtoria. 300.000 lekë në bulevard, dhe në Lugomare, dhe në Çole, dhe në centrale. Ça? Ku do diskutohet ato? Po le ti na përcjell ti e ke këtë, të lutem. Po jo, një sekond. Po na përcjell. Po dua përgjigje. Okej. Se për ta si u ka marrë përgjigje. Po drejtoresha të lutem. Përshëndetje. Mano. Po në rregull, për pyetjet që kishe, po të kthem përgjigje drejtoresha, dëgjohet tani. Atëherë dëshiroja të bëja një koment. Po dëgjohet ti se ti ishe interesuar për ato pyetje. Dëshiroj të bëj një koment, të jap përgjigje zotit Nika në lidhje me pyetjen që bëri. Disponoj dhe në fakt shqetësimi u ngrit edhe në komisionet përkatëse. U informova dhe disponoj një evidencë për vitet 2025-2026 për kontratat e lidhura midis bashkisë dhe subjekteve. Dhe konkretisht do fokusohem në bulevardin Ismail Qemali, që është edhe bulevardi i cili kishte më shumë interes nga pjesa e këshilltarëve. Bulevardi, siç tha dhe zoti Nika, disponon ka kapacitet për 248 vendeve. Ndërkohë janë trajtuar 33 kërkesa gjatë vitit kalendarik 2025-2026. Me një llogari të thjeshtë i bie që është vetëm 13% e kapacitetit total të bulevardit që ka qenë në dispozicion të subjekteve. Pjesa tjetër, pjesa dërmuese, vazhdon të ngelet që janë gati 215 vende të lira ngelen në dispozicion të qytetarëve. Kështu që e quaj të papërfillshme pjesën e subjekteve, mund të operojnë shumë subjekte, po jo të gjithë kanë paraqitur kërkesë në bashki për të lidhur kontratë me drejtorinë e infrastrukturës. Përsa i përket pyetjes tjetër, po këto janë tarifat përkohshme, do të jenë në fuqi deri në moment të dytë implementimit të tarifës së re dhe subjektet do të njihen me ndryshimet, do të jenë parashikuara në kontratë me një klauzulë specifike. Faleminderit drejtoresha, kalojmë votim pro.